të gabuar që tentojnë çdo herë më shumë për të ulur figurën e femrës. Sa kaq nuk kanë munguar dhe debatet në shtëpi, kemi një diskutim që ka vjuar midis Mateos dhe Selin, që për mua mund të jenë të dy pretendentët në ato podin final se kush do të fitojë Big Brother. Për sa kaq dua të ndalem tek një zgjedhje që ka çuditur paksa edhe rrjetin në lidhje me liderin e ri të shtëpisë, që është Rogerti. Po, është Rogerti sepse i ka votat. Ndryshe nga grupi tjetër ku është pjesë, le të themi, tani më jo kompakt, që është Brikena, Mateo, Shndriti, Selin, pasi e kanë luftën e hapur. Mateo, Brikena dhe Selin zgjodhen Shndritin, kurse Mali, që nuk e ka fare hajberin edhe nuk e ka logjikën e lojës, zgjedh vetëm shokun e tij, për që Stenaldo e zgjodhi dhe Nikol. Pra po kemi 3 lloj grupesh në shtëpi, por fitoi Rogerti se e votoi Artani, që çfarë nuk i ka thënë Rogerti Artanit, e ky fundit e zgjodhi lider, ku Rogerti mori vota edhe nga Joela, mori nga Edisa dhe nga Miri, dhe tani sigurisht që nëse do të ketë diçka në dorë, do ta bëj trazir, çorap, edhe padyshim do t'i japi dinamika lojës. Se duke mbetur tek zgjedhja edhe mbrëm në prime, banorët kishin atë zinxhirin e shpëtimit dhe aty u vu pak a shumë në të njëjta ura, ku çudita se si Joela shpëtoi Brikenën, që nuk ka lënë gjë pa i thënë, kanë ato grisjet midis tyre, por e bëri për t'i plotësuar dëshirën Rogertit, se ditën e djeshme në konferencën për shtyp që kishte Brikena dhe Gimbo, le themi Joela i dha një lloj mbështetje Selin dhe nuk i dha Brikenës për ta mbajtur më mirë me të.